Gjithçka vijonte e qetë në rutinën e një babai marangos dhe vajzës së tij kureshtare. Por një takim i papritur në rrugë solli sërish një të shkuar të varrosur prej më shumë se një dekade. Ajo që duhej të ishte thjesht një ndihmë rrugës u kthye në fillimin e një stuhje emocionesh. Dhe në heshtjen mes tyre, rilindën të vërteta që ende rrivnin gjah. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanal dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni. Duke vazhduar, vapa e korrikut në Pogradec ishte nga ato që të ngjiteshin në lëkurë, që e bënin djersën të rrithë të shiroj në për shpinë edhe kur trupi ishte pa lëvizur. Arbeni fshiu ballin me shpinën e dorës, duke lënë një gjurmë tallashi që përzihej me kripën e djersës. Në moshën 34 vjeçare, ai kishte mësuar ta donte aromën e drurit të sapo prerë, tingullin e rindes që rrëshiste mbi sipërfaqen e lëmuar, duke i shndërruar dërasat e papërpunuara në vepra arti. Punishtja e tij, e vogël por e rregullt, ndodhej në pjesën e pasme të shtëpisë që e ndante me të bien, një streh ku bota e jashtme nuk hynte nëse ai nuk e lejonte. Veglat e varura në mur formonin një koleksion që i ati e kishte nisur dhe ai e kishte vazhduar, çdo pjesë me historinë e saj, çdo shenjë përdorimi një kujtim. Dyshemeja prej cimentoje ishte e mbuluar nga një shtresë e hollë pluhuri druri që kërcente në ajër sa herë që ai punonte, duke krijuar re të vogla të arta në dritën që hynte nga dritaret e larta. Ishte aty, mes dërasave të ahut, lisit dhe arrës, që Arbeni gjente paqen e tij. Çdo projekt ishte një formë meditimi, çdo pjesë e përfunduar ishte një fitore e vogël kundër kaosit që bota ndonjëherë përpiqej të impononte. Atij i pëlqente parashikueshmëria e punës, siguria se nëse ndiqte hapat e duhur, rezultati do të ishte saktësisht ai i pritur. Nuk kishte surpriza në marangozllëk, nuk kishte braktisje të papritura apo premtime të thyera. Vetëm dru, vegla dhe kohë. Besa ishte 9 vjeçe dhe kishte sytë më vëzhgues që Arbeni kishte parë ndonjëherë te një fëmijë. Ajo ulej në stolingën prej druri që ai vetë e kishte bërë, duke tundur këmbët ndërsa vizatonte në bllokun e saj, gjithmonë pranë, gjithmonë e pranishme. Vajza ishte qendra e gjithçkaje, arsyeja pse ai zgjohej herët, punonte deri vonë dhe luftonte çdo ditë për të ruajtur parashikueshmërinë që e çmonte aq shumë. Pas përfundimit të martesës me Valbonën, 3 vjet më parë, Arbeni kishte kuptuar se paqja gjendej në rutinë, në stabilitet, në të diturën saktësisht se çfarë të priste nga çdo ditë. Atë pasdite të premteje, ai kishte premtuar Besës se do të hanin akullore në lulishten e qytetit pasi të mbaronte së dorëzuari një porosi. Vajza ishte veshur tashmë me fustanin e saj të preferuar blu, me flokët e lidhur në 2 gërsheta që Teto Liria, gjyshja e saj e zemrës që banonte ngjitur, ja kishte bërë me aq kujdes. Arbeni buzëqeshi kur pa të bien, duke ndier atë shtrëngim në gjoks që ishte gjysmë krenari, gjysmë përgjegjësi. Ngarkoi karriget e porositura në karrocerinë e kamionçinës, i lidhi të gjitha me kujdes dhe thiri Besën. Vajza kërceu nga stoli, futi bllokun në çantën e shpinës dhe vrapoi te ati, duke e kapur për dore me besimin e dikujt që e dinte se do të ishte gjithmonë e mbrojtur. Rruga që të çonte te shtëpia e klientit përshkonte zonën rurale të Pogradecit, duke kaluar pranë fermave të vjetra, fushave të gjelbra dhe asaj heshtjeje që vetëm fshati e njeh. Arbenit i pëlqente ai udhëtim, i pëlqente të shihte Besën duke treguar me gisht lopët, duke bërë pyetje për gjithçka, duke e mbushur heshtjen me kureshtjen e saj të pafund. Ai ndezi radion dhe një këngë popullore mbushi hapësirën ndërsa kamionçina përparonte nëpër rrugën me dhe. Ishte atëherë kur pa makinën e policisë të ndaluar anës rrugës, me kofanon e ngritur dhe një siluet të vetmuar që vëzhgonte motorin me krahët e kryqëzuar. Arbeni uli shpejtësinë instinktivisht. Nuk ishte nga ata që kalonte pa ndaluar kur dikush kishte nevojë për ndihmë, aq më pak një grua e vetme në atë rrugë të shkrel. Ndali kamionçinën disa metra më përpara dhe zbriti, duke e lënë Besën në makinë me dritaret hapur. Eci drejt makinës së policisë duke rregulluar kapele ndërsa afrohej. Policia ishte me shpinë, me flokët e mbledhur në një topuz të ulët, uniforma blu e errët e njollosur nga djersa e vapës. Ajo u kthye kur dëgjoi hapat e tij dhe ishte në atë moment që bota e Arbenit ndaloi. Për një çast që u duk si një përjetësi, ai vetëm e shikoi. Shikoi atë fytyrë që e njihte më mirë se pëllëmbën e dorës së tij, ato tipare që i kishin populluar ëndrat dhe makthet për vite me radhë. Zemra i rahu me furi brenda gjoksit, duart filluan t'i dridheshin dhe e gjithë paqja që kishte ndërtuar në 11 vitet e fundit u shemb si një kështjell prej letre. Drita. Emri i bëri jehon në mendje si një mantra, duke sjellë me vete një vërshim kujtimesh që ishte përpjekur t'i varroste.
Pasditet në liçen, netët duke biseduar deri në agim, planet që bën bashk, gjithçka u kthye menjëherë, duke u përplasur në gjoksin e tij si valë të tërbuara. Ai kujtoi ditën e fundit, atë mëngjes kur u zgjua dhe ajo thjesht nuk ishte më aty. Pa letër, pa shpjegim, pa një lamtumir. Vetëm boshllëku dhe heshtja që ai kaloi vite duke u përpjekur t'i mbushte. Edhe ajo e njohu. Pa në sytë e saj të njëjtin shok, të njëjtën habi, ndoshta edhe të njëjtën frikë. Për një sekond, asnjëri prej tyre nuk tha asgjë. Thjesht qëndruan aty në ndjellin përvolues të korrikut, të ndarë nga një distancë prej pak metrash që dukej si një humner e pakapërcyeshme. Ajri mes tyre dukej se dridhej nga gjithçka që nuk ishte thënë kurrë, nga të gjitha pyetjet që kishin mbetur pa përgjigje. Ishte ajo që e theu heshtjen e para. Zëri ishte i njëjti, por mbarte diçka ndryshe, një qëndrueshmëri që nuk e kishte pasur më parë. Arben. Ai gëlltiti pështymën, duke u përpjekur të gjente fjalët. Duke u përpjekur të kuptonte se si, pas gjithçkaje, pas gjithë asaj kohe, ajo ishte aty, përballë tij, e veshur me një uniformë policie sikur të ishte gjëja më e natyrshme në botë. Drita, më në fund arriti të thoshte, dhe emri i doli si një pëshpërim e ngjirur, e ngarkuar me gjithçka që nuk ishte thënë kurrë. Ajo hoqi syzet e diellit dhe ai pa se syt ishin po ata. Ngjyrë kafe, të thellë, të aftë për të parë përtej njerëzve. Por kishte diçka të re edhe aty, një trishtim, një peshë që nuk ekzistonte më parë. Nuk prisja të gjeja këtu, tha ajo, dhe kishte sinqeritet në ato fjalë. Arbeni shikoi makinën e policisë, motorin që nxirrte tym, pastaj sërish atë. Po përpiqej të kuptonte, të përpunonte. 11 vjet. 11 vjet pa një fjalë, pa një shpjegim, pa një lamtumir. Dhe tani ajo ishte aty, sikur koha të mos kishte kaluar, sikur të mos kishte lënë një boshllëk që ai kaloi vite duke u përpjekur ta mbushte. Makinës ju prish diçka, vazhdoi ajo, sikur të kishte nevojë ta mbushte heshtjen me diçka praktike, diçka që kishte kuptim. Ai tundi kokën, ende pa mundur të formonte fjali të plota. Bëri një hap përpara, shikoi motorin, pa rripin e alternatorit të këputur. Diçka e thjesht, diçka që ai mund ta rregullonte po të kishte veglat e duhura. Mund të çoj unë deri në qytet, ofroi ai, dhe zëri i tij i tingëlloi i çuditshëm në veshët e tij, i largët, i kontrolluar. Drita hezitoi. Pa tek ajo të njëjtin konflikt që ndjente brenda vetes. Të pranonte atë ndihmë do të thoshte të kalonin kohë bashk, do të thoshte të bisedonin, do të thoshte të hapnin dyrë që ndoshta ishte më mirë të mbeteshin të mbyllura. Por ajo ishte vetëm në atë rrugë, radioja e makinës nuk punonte dhe celulari nuk kishte valë në atë zonë. Të faleminderit, tha ajo më në fund, duke marrë çantën e shpinës nga brenda makinës. Ishte atëherë kur Arbenit ju kujtua Besa. E bia ishte ende në kamionçin, me siguri duke vëzhguar gjithçka me ata sy kureshtar që nuk humbisnin asgjë. Ai u kthye nga automjeti dhe pa vajzën të mbështetur në dritare, duke u përpjekur të shihte se kush ishte ajo grua. Jam me ti me bi, e lajmëroi ai, dhe pa diçka të kalonte në përfytyrën e dritës. Një hije, një dridhje pothuajse e padukshme. Në rregull, u përgjigj ajo, por zëri i doli më pak i qëndrueshëm se më parë. Ecën bashkë deri te kamionçina dhe Arbeni hapi derën. Besa e shikoi policën me atë sinqeritetin e fëmijëve, pa filtra, pa gjykime. Tung, tha vajza duke buzëqeshur. Tung, u përgjigj drita, dhe Arbeni pa se ajo po përpiqej t'i kthente buzëqeshjen, por buzëqeshja nuk i arrinte në sy. Kjo është drita, e prezantoi Arbeni, duke u përpjekur ta mbante zërin normal. Ka nevojë për ndihmë për të shkuar në qytet. Besa tundi kokën dhe u zhvendos në mes të sediljes, duke bërë vend. Drita hipi, mbylli derën dhe pa pritur të tre ishin aty, brenda asaj hapësire të vogël, të mbështjell nga aroma e drurit, djersës dhe diçkaje që Arbeni nuk arrinte ta emërtonte. Ai ndezi motorin dhe u kthye në rrugë. Heshtja brenda kabinës ishte e dendur, e rëndë, plot me gjithçka që nuk po thuej. Besa, pa e kuptuar tensionin, filloi të fliste. Ne do hanim akullore, i tregoi ajo dritës. Babi ma premtoi. Të pëlqen akulloria? Po, më pëlqen, u përgjigj drita, dhe kishte një butësi të vërtet në zërin e saj kur fliste me vajzën. Cila është shija jote e preferuar? Lule shtrydhe. Edhe e imja, buzëqeshi Besa, e entuziazmuar. Babit i pëlqen çokolata, por unë mendoj se lule shtrydhja është më e mirë.
Arbeni shtrëngoi timonin më fort se ç'duhej. Ti dëgjonte të bisedonin, të dëgjonte zërin e dritës kaq afër pas kaq shumë kohe, po i bënte diçka të çuditshme në gjoks. Ishte sikur një plagë e vjetër po hapej sërish, por në të njëjtën kohë kishte diçka familjare, diçka që zemra e tij e njihte pavarësisht gjithë kohës së kaluar. Ti je police e vërtet, pyeti Besa, duke prekur me kureshtje mëngën e uniformës së dritës. Po, jam. Sapo më kanë transferuar në Pogradec. Arbeni gati sa nuk shtypi frena. Ajo ishte kthyer. Nuk ishte thjesht kalimthi, nuk ishte një rastësi e momentit. Ajo ishte kthyer për të qëndruar. Do të banosh këtu, pyeti ai, pa mundur ta fshite habin në zë. Po, konfirmoi Drita, duke shikuar nga dritarja. Fillova punë në komisariat këtë javë. Fjalët mbetën pezull në ajër. Arbeni u përpoq ta përpunonte atë informacion, u përpoq të kuptonte se çfarë do të thoshte kjo. Pas 11 vjetësh, ajo kthehej në qytetin ku gjithçka kishte filluar, ku gjithçka kishte mbaruar. Pse? Çfarë e kishte sjellë sërish? Donte të pyeste, donte të dinte, por nuk mundej. Jo para Besës, jo në atë moment. Kështu që thjesht i dha makinës, duke ndjekur rrugën që e njihte përmendësh, ndërsa mendja i sillej vërdall duke u përpjekur të kuptonte. Besa vazhdoi të bisedonte, duke pyetur për punën e polices, se si ishte të kapje hajdutët, nëse Drita kishte një armë të vërtetë. Vajza ishte e magjepsur dhe Drita përgjigjej me durim, me vëmendje, por Arbeni e kuptonte se ajo ishte e tensionuar, se kishte diçka pas asaj fasade të qetë. Kur arritën në qytet, dielli tashmë kishte filluar të perëndonte, duke e pikturuar qiellin me nuanca portokalli dhe roz. Arbeni ndaloi përballë komisariatit, një ndërtesë e vjetër në qendër të Pogradecit, e rrethuar nga pemë shekullore. Drita zbriti nga kamionçina, mori çantën e shpinës dhe u kthye nga ata. Faleminderit për ndihmën, tha ajo, dhe sytë e saj takuan ata të Arbenit për një moment të zgjatur. Asgjë, u përgjigj ai, duke ndjerë se kishte miliona gjëra për të thënë, por asnjë fjalë nuk dukej e mjaftueshme. Mirupafshim, teta Drita, i bëri me dorë Besa nga dritarja, dhe Drita ja ktheu përshëndetjen me një buzëqeshje të trishtuar. Arbeni e vuri kamionçinën sërish në lëvizje, duke u larguar nga komisariati, por i ndjeu sytë e Dritës në shpinë derisa ktheu qoshen. Besa ishte në heshtje tani, duke shikuar nga dritarja, e humbur në mendime që ai nuk arrinte t'i hamendësonte. Babi, tha vajza pas disa minutash, ti e njihja atë më parë? Arbeni mori frym thellë. E njihja. Ishte e dashura jote? Pyetja erdhi aq e drejt për drejt, aq e pafajshme, sa që ai gati qeshi. Besa gjithmonë ishte kështu, drejte në temë, pa dredha. Po, ka qenë, shumë kohë më parë. Pse u ndat? Sepse ndonjëherë njerëzit duhet të ndjekin rrugë të ndryshme, u përgjigj ai, duke përsëritur të njëjtin shpjegim të vagull që përdorte sa herë që Besa pyeste për të dhe Valbonën. Vajza qëndroi e qetë për një moment, pastaj tha diçka që ja bëri zemrën Arbenit të hidhej përpjet. Ajo dukej e trishtuar, babi. Teta Drita dukej shumë e trishtuar. Dhe Arbeni nuk diti çfarë të përgjigjej, sepse Besa kishte të drejtë. Drita ishte e trishtuar. Kishte një dhimbje në ata sy që ai e njihte, një dhimbje që pasqyronte të tijën. Atë natë, pasi vuri Besën në gjumë, Arbeni qëndroi ulur në verandën e shtëpisë, duke shikuar qiellin me yje të Pogradecit. Mendja nuk i pushonte dot. Drita ishte kthyer. Pas 11 vjetësh heshtjeje, ajo ishte kthyer. Dhe më e keqja e të gjithave, më e frikshmja, ishte se duke e parë sërish, ai kishte ndjerë gjithçka përsëri. Tërheqjen, lidhjen. Atë diçka të pashpjegueshme që kishte ekzistuar gjithmonë mes tyre. Por ndjeu edhe zemërimin. Mërin. Pa kuptueshmërin. Si mund të shfaqej ajo kështu, pa lajmëruar, pa shpjegim? Si mund të kthehej dhe të priste që gjërat të ishin normale? Arbeni kaloi dorën nëpër fytyrë, i lodhur. U përpoq të kujtonte se kur ishte hera e fundit që kishte menduar për të pa ndjer atë therje në gjoks. Ndoshta një 2 vjet më parë, kur më në fund arriti të kalonte një ditë të tërë pa e pushtuar ajo mendimet e tij. Kishte qenë një fitore e vogël, por domethënëse. Dhe tani, brenda pak minutash, gjithçka ishte zhdukur. Ai mendoi për Besën që flinte e qetë në dhomën ngjitur. Vajzës i kishte pëlqyer Drita, kjo ishte e qartë.
pa në shikimin e së bijës atë shkëlqim kureshtjeje, atë magjepsje natyrale që fëmijët kanë për gjërat e reja. Dhe pyetja që ajo bëri në makinë për dritën që duke je trishtuar, kjo e shqetësonte më shumë se sa do të donte ta pranonte. Sepse do të thoshte që Besa kishte parë diçka, kishte vënë re diçka që ndoshta ai vetë nuk donte ta njihte. Nata ishte e heshtur, vetëm tingulli i largët i gjinkalave dhe zhurma e lehtë e erës në përpem. Arbeni u ngrit, eci deri te gardhi që ndante shtëpinë e tij nga ajo e Tetolirisë dhe qëndroi aty duke vëzhguar dritat e qytetit në largësi. Po Gradeci ishte kështu, i qetë, i parashikueshëm, i sigurt. Ishte pikërisht lloji i vendit ku ai donte të arriste të bien, larg të papriturave, larg stuhive emocionale. Por drita e kishte sjell stuhin sërish. Ai e dinte se nuk do të arrinte ta shmangte. Po Gradeci ishte një qytet i vogël, ku të gjithë njihnin të gjithë. Herët avon, ata do të takoheshin sërish. Dhe kur kjo të ndodhte, ai do të duhej të vendoste. Do të duhej të zgjidhte mes mbrojtjes së paqes që kishte ndërtuar ose të rrezikonte gjithçka për të kuptuar se çfarë ndodhi vërtet atë ditë, 11 vjet më parë, kur drita u largua pa kthyer kokën pas. Ose ndoshta, mendoi ai, ndërsa kthehej brenda në shtëpi, ndoshta zgjedhja nuk ishte më e tija. Ndoshta fati tashmë kishte vendosur për të në momentin që i vuri atë makinë policie të prishur në rrugën e tij. Po ju pëlqen kjo histori? Më tregoni mendimin tuaj për këtë histori dhe si mendoni se do të përfundoj. Ditët pas takimit kaluan si një mjegull e dendur mbi jetën e Arbenit. Ai përpiqej të ruante rutinën, të zgjohej herët, të përgatiste mëngjesin për Besën, ta çonte në shkollë, të kthehej në punishte dhe të zhytej në punë derisa trupi t'i kërkonte pushim. Por përqendrimi që e kishte shoqëruar gjithmonë ishte zhdukur. Duart i gabonin masat, syt i humbisnin duke parë në boshllëk dhe mendja i këmbëngulte të kthehej te ajo pasdite në rrugë. Drita ishte kthyer. Dhe sado që ai përpiqej ta injoronte këtë fakt, ai ishte aty, duke pulsuar në një cep të gjoksit të tij si një plag e pashëruar mirë që fillonte të rrifte gjak sërish. Tetoliria e vuri re ndryshimin menjëherë. Zonja 68 vjeçare kishte atë mençuri që vjen vetëm me kohën, atë aftësi për të lexuar njerëzit pa pasur nevojë të thoshin asnjë fjalë. Të hënën në mëngjes, ajo u shfaq në punishte me një termos kafeje dhe 2 filxhan, siç bënte gjithmonë kur e dinte se Arbeni kishte nevojë të bisedonte. Je ndryshe, biri im, tha ajo, duke u ulur në stolingën që zakonisht e zinte Besa. Ka ndodhur gjë? Arbeni ndaloi së lëmuari drurin dhe shikoi gruan që kishte qenë më shumë nën për të sesa nëna e tij biologjike. Tetoliria kishte hyrë në jetën e tij 3 vjet më parë, kur ai dhe Besa u transferuan në atë shtëpi. Fqinjësia u shndërrua në familje dhe ajo u bë gjyshja që e bija nuk e kishte pasur kur pranë. Takova dik nga e shkuara ime, pranoi ai, duke pranuar filxhanin e kafes që ajo i ofroi. Dik që mendoja se nuk do ta shija më kurrë. Tetoliria piu një glënjë kafe, duke e vëzhguar me bisht të syrit. Dhe kjo është gjë e mirë apo e keqe? Ende nuk e di. Sinqeriteti në përgjigje e bëri zonjën të buzëqeshte lehtë. Ajo e njihte atë ton, e njihte atë shikim. Kishte parë burra të përballeshin me fantazmat e së shkuarës më parë dhe e dinte se nuk ja vlente të sforcoje rrëfimet. Ato do të vinin në kohën e duhur. Kushto qoftë, tha ajo më në fund, mos lejo që e shkuara të vjedh të tashmen që ke ndërtuar me kaq mund. Besa ka nevojë për ty të plot, jo për një baba të ndarë mes asaj që ka qenë dhe asaj që mund të kishte qenë. Fjalët i bën njehon në mendjen e Arbenit gjatë gjithë ditës. Tetoliria kishte të drejtë, si gjithmonë. Ai nuk mund t'ia lejonte vetes të humbiste toruan për shkak të dritës. Jo kur kishte një vajzë që varri prej tij, që kishte nevojë për stabilitetin që ai përpiqej aq shumë ta ruante. Por fati, me sa duket, kishte plane të tjera. Të martën pasdite, Arbeni ishte në depon e drurit të Gjapetritit, furnizuesi kryesor i drurit në rajon, duke zgjedhur dërasa Jatobe për një projekt të ri. Gjapetriti ishte një burr rreth të 50-tave, fjalë pak por zemërgjer, që furnizonte me dru të gjithë marangozët e Pogradecit prej më shumë se 20 vjetësh. Ndërsa ekzaminonte cilësinë e pjesëve, Arbeni vuri re një lëvizje të pazakontë në obor. 2 policë bisedonin me Gjapetritin pranë zyrës dhe nga qëndrimi i burrit, ishte e qartë se nuk ishte një vizitë shoqërore. Arbeni ndjeu një shtrëngim në stomak kur njohu njërin prej uniformave. Edhe nga larg, edhe me shpinë, ai e dinte se ishte ajo. Drita.
U përpoq të përqendroi te druret, u përpoq të bënte sikur nuk e kishte parë, por syt ja tradhtuan vullnetin dhe ktheheshin gjithmonë te grupi pranë zyrës. Pa kur Gja Petriti bëri një gjest frustrimi, pa kur polici tjetër, një burr i gjatë me pamje serioze, shënonte diçka në një blok. Dhe pa kur drita u kthye dhe shikimet e tyre u takuan përmes oborrit. Për një sekond, asnjëri prej tyre nuk lëvizi. Pastaj ajo i tha diçka kolegut dhe filloi të ecte në drejtim të tij. Arbeni ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt, duart t'i djersiteshin, gjithë atë siklet familjar që ajo e provokonte pa u munduar fare. Arben e përshëndeti ajo kur u afrua dhe kishte diçka tepër formale në mënyrën se si e tha emrin e tij, sikur po përpiqej të mbante distancë. Drita, u përgjigj ai, duke u përpjekur të tingëllonte normal. Punë? Hetim rutine, shpjegoi ajo, por diçka në tonin e saj thoshte se ishte më shumë se kaq. Po verifikojmë licencat mjedisore të gjithë furnizuesve të drurit në rajon. Arbeni tundi kokën, duke kuptuar atë që nuk po thuej. Kishte muaj që qarkullonin zëra për dru të palishëm në Pogradec, pemë që priteshin pa leje, skema që përfshinin njerëz me influencë. Ai kur nuk i kishte kushtuar shumë vëmendje sepse i besonte Gja Petritit, por tani, duke parë tensionin në fytyrën e furnizuesit, një farë shqetësimi filloi të mbinte. Gja Petriti ka probleme, pyeti ai, duke e mbajtur zërin të ulët. Drita hezitoi dhe në atë moment hezitimi, Arbeni pa gruan pas polices. Pa personin që kishte njohur, personin që i bëhej vonë, që ndjente, që nuk arrinte t'i fshite emocionet pas një fasade profesionale. Nuk mund të diskutoj detajet e hetimit, tha ajo më në fund, por do të ishte mirë të kishe kujdes me prejardhjen e drurit që blen. Për çdo rast. Shqetësimi i fshehur në tonin e saj bëri diçka të çuditshme në gjoksin e Arbenit. Ishte sikur, pavarësisht gjithçkaje, pavarësisht viteve dhe heshtjes, ajo ende merakosej. Ende donte ta mbronte, edhe pse në mënyrë indirekte. Faleminderit për paralajmërimin, tha ai, dhe këtë herë sytë e tyre u takuan vërtet, pa bariera, pa mbrojtje. Si është Besa, pyeti Drita, dhe kishte diçka të butë në mënyrën se si e tha emrin e së bijës. Mirë. Nuk ka pushuar së foluri për policën e lezetshme që takoi në rrugë. Një buzëqeshje e trishtuar kaloi nëpër buzët e Dritës. Ajo është një vajzë e veçantë. Po, ra dakord Arbeni, duke ndier një ny në fy. Po, është. Heshtja që pasoi ishte ndryshe nga heshtja në kamionçin ditë më parë. Kjo ishte më e butë, më e ngarkuar me gjëra që donin të thuheshin por nuk gjenin rrugë. Drita shikoi prapa, atje ku priste kolegu i saj, dhe Arbeni e dinte se momenti po mbaronte. Duhet të iki, tha ajo, por nuk lëvizi menjëherë. Drita, filloi Arbeni, pa e ditur saktësisht se çfarë donte të thoshte. Ajo priti, me sytë të ngulitur tek ai, dhe ai pa aty një cenueshmëri që nuk ekzistonte më parë. Pse u ktheve? Pyetja doli më e drejt për drejt se sa kishte ndërmend, por tashmë ishte bërë. Drita mori frym thellë dhe për një çast ai mendoi se ajo do të përgjigjej, se më në fund do të jepte ndonjë shpjegim. Por pastaj ajo vetëm tundi kokën lehtë. Jo këtu, Arben. Jo tani. Dhe para se ai të mund të këmbëngulte, ajo tashmë po largohej, duke u kthyer pranë kolegut të saj, duke e lënë Arbenin të ndenjur mes pirgjeve të drurit me më shumë pyetje se sa përgjigje. Gja Petriti u afrua disa minuta më vonë, me fytyrën e shenjuar nga shqetësimi. Arbeni vuri re rrudhat më të thella, tensionin në supe, mënyrën se si burri lëvizte nervozisht duart. Probleme, Gja Petrit, pyeti Arbeni drejt për drejt. Furnizuesi i psherti u rënd. Thonë se një pjesë e drurit që blej mund të ketë origjinë të parregull. Betohem për Zotin, Arben, që nuk dija gjë. Gjithmonë kam bërë gjithçka sipas ligjit, gjithmonë kam kërkuar dokumentacion, gjithmonë kam kontrolluar licencat. Arbeni i besoi. E njihte Gja Petritin prej vitesh, e dinte se ishte një njeri i ndershëm, punëtor. Por e dinte gjithashtu se si funksiononin këto gjëra. Ndonjëherë personi ishte i ndershëm, por ai sipërti nuk ishte. Dhe kur arrinte ligji, ishte i vogli që paguante. Çfarë do të ndodh tani, pyeti ai. Do të hetojnë gjithçka. Letra, furnizues, rrugë dërgesash. Nëse gjejnë diçka të gabuar, mund të ma mbyllin depon. Gja Petriti kaloi dorën nëpër fytyrë, i lodhur. Dhe nëse kjo ndodh, gjysma e marangozëve të Pogradecit mbeten pa dru. Arbeni ndjeu peshën e atyre fjalëve.
punishtja e tij varej nga furnizimi i vazhdueshëm i lëndës së parë. Nëse gjapi i tretë mbyllej, ai do të duhej të kërkonte furnizues të tjerë, ndoshta më të shtrenjtë, ndoshta më të largët. I gjithë ekuilibri financiar që ai e mbante me aq kujdes mund të shembej. Të shpresojmë që gjithçka të zgjidhet, tha ai, më shumë për vete se sa për gjapin e tretin. Atë natë, gjatë darkës, Besa ishte më gojtare se zakonisht. Ajo tregonte për shkollën, për mësuesen e re të matematikës, për vizatimin që kishte bërë në orën e artit. Arbeni përpiqej të ishte i vëmendshëm, të ishte i pranishëm, por mendja i kthehej vazhdimisht te drita, te hetimi, te gjithçka që po fillonte të komplikohej. Babi, po më dëgjon, pyeti Besa, duke e kthyer në realitet. Më fal, bia ime. Po të dëgjoj. Po flisje për vizatimin. Vajza e vëzhgoi me ata sy depërtues që i kishte trashëguar prej tij. Po mendon për të, apo jo? Pyetja e zuri Arbenin të papërgatitur. Për kë? Për teta dritën. Arbeni lëshoi pirunin duke shikuar të bien. Si e di? Sepse merr të njëjtin shikim që merr kur po mendon për diçka të rëndësishme. Dhe që kur e takuam, ti rri kështu gjithë kohës. Mbretësia e vajzës ishte e frikshme ndonjëherë. Arbeni u përpoq të gjente fjalët e duhura, shpjegimin e përshtatshëm. Të pëlqeu ajo, pyeti Besa, duke vendosur të ishte e drejtë për drejtë. Po, më pëlqeu, u përgjigj vajza pa hezituar. Dukej e sjellshme. Dhe e trishtuar. Pse është e trishtuar, babi? Ndonjëherë njerëzit mbajnë gjëra të vështira brenda vetes, zemra ime. Gjëra që kanë ndodhur në të shkuarën dhe që ende dhëmbin. Si kur iku mami. Arbeni ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Besa rrallë fliste për Valbonën, për ditën kur e ama vendosi se nuk mund të jetonte më atë jetë, se kishte nevojë për hapësirë, për liri. Ndarja kishte qenë e vështirë, por e nevojshme. Dhe me kohën, ata kishin gjetur një ekuilibër, një formë bashkëjetese ku Valbona e vizitonte të bien rregullisht, por jetonte jetën e saj në një qytet tjetër. Pak a shumë, pranoi ai. Por çdo njeri është ndryshe. Çdo histori është ndryshe. Besa tundi kokën, dukej se po e përpunonte këtë. Ti ende e pëlqen atë, apo jo? Teta dritën? Pyetja erdhi aq e drejtë për drejtë, aq e pafajshme, saqë Arbeni nuk diti çfarë të përgjigjej. Sepse e vërteta ishte se po, ende e pëlqente. Ndoshta kur nuk kishte pushuar së pëlqyeri. Por të pëlqeje dikë që ishte larguar pa shpjegime, që ishte kthyer pa lajmëruar, ishte tepër e komplikuar për t'ia shpjeguar një fëmijë 9 vjeçar. Është e komplikuar, bia ime, tha ai më në fund. Unë mendoj se duhet të flasësh me të, sugjeroi Besa, me thjeshtësinë që vetëm fëmijët e kanë. Kur zihem me Klarën në shkollë, mësuesja gjithmonë thotë se duhet të flasim. Se ti mbash gjërat brenda vetëm i bën më keq. Arbeni buzëqeshi pavarësisht gjithçkaje. E bia kishte të drejtë. Gjithmonë kishte. Ndoshta ishte koha të ndalonte së shmanguri bisedën dhe më në fund të përballej me atë që duhej thënë. Të nesërmen në mëngjes, Arbeni ishte në punishte kur i ra telefoni. Ishte një numër i panjohur, por lokal. Ai u përgjigj ndërsa vazhdonte të maste një copë druri. Alo? Arben, un jam, drita. Zëri i saj në anën tjetër të linjës ia bëri zemrën të hidhej përpjet. Tung. Duhet të flas me ty personalisht. Ka të bëj me hetimin, por ka të bëj edhe me ne. Arbeni shikoi rreth punishtes, punën e lënë për gjysmë, rutinën që papritur dukej më pak e rëndësishme se ajo që po ndodhte. Kur? Sonte në darkë, nëse mundesh. Pasi ta vësh Besën në gjumë. Mund të vi unë të shtëpia jote. Ai hezitoi vetëm për një sekond para se të pranonte. Në rregull. Në çorë? Në 9? Dakord. Pasi mbylli telefonin, Arbeni qëndroi në këmbë për një moment të gjatë, duke mbajtur telefonin, duke ndier se diçka ishte gati të ndryshonte. Ai nuk e dinte nëse ishte gati të dëgjonte atë që drita kishte për të thënë, nuk e dinte nëse ishte i përgatitur të rishikonte një të shkuar që ishte përpjekur aq shumë ta varroste. Por e dinte se nuk mund ta shmangte më. Besa kishte të drejtë. Ishte koha të bisedonin, të kuptonin më në fund se çfarë kishte ndodhur 11 vjet më parë dhe çfarë po ndodhte tani. Ajo pasdite kaloi ngadalë, çdo minutë duke u zvarritur si një përjetësi.
Arbeni mori besën nga shkolla, përgatiti darkën, e ndihmoi me detyrat e shtëpisë, i lexoi një përallë para se të flinte. Dhe kur më në fund vajza mbylli syt, ai qëndroi ulur pranë shtratit për disa minuta të tjera, vetëm duke vëzhguar paqen në fytyrën e së bijës, duke u ankoruar në atë siguri para se të përballej me të gjitha pasiguritë që do të sillte nata. Në orën 9 fiks, Razilja. Arbeni hapi derën dhe aty ishte Drita, pa uniform këtë herë, e veshur me xhinse dhe një bluzë të thjeshtë, me flokët e lëshuar që i binin mbi supe. Ajo dukej më e re kështu, më e ngjashme me vajzën që kishte një orë kaq kohë më parë. Tung, tha ajo, dhe kishte nervozizëm në zërin e saj. Tung. Hyr. Ata u ulën në verandë, në të njëjtin vend ku Arbeni kishte kaluar net duke menduar për të. Ajri i natës ishte i freskët, plot me aromën e jaseminit që Teto Liria kultivonte në kopshtin ngjitur. Për një moment, asnjëri prej tyre nuk tha asgjë, thjesht qëndruan ulur aty, krah për krah, të ndarë nga e gjithë historia që mbanin mbi supe. Ishte Drita që e theu heshtjen e para. Të kam borxh një shpjegim. Arbeni e shikoi, pa dhimbjen në sytë e saj, dhe pa pritur i gjithë zemërimi që kishte mbajtur për vite me radhë, ju duk më pak i rëndësishëm se sa të kuptonte. Po, ma ke borxh. Dhe atëherë ajo filloi të fliste, dhe Arbeni u përgatit të dëgjonte të vërtetën që e kishte pritur për 11 vjet. Drita shikoi duart e saj për një moment të gjatë para se të fillonte të fliste. Fjalët dukej se i kishin ngecur diku mes zemrës dhe fytit, duke luftuar për të dalë, duke mbartur peshën e 11 viteve heshtje. Arbeni priti, duke ndier çdo sekond të zvarritej, zemra i rrite aq fort sa ishte i sigurt se ajo mund ta dëgjonte. Kur ika nga këtu, 11 vjet më parë, filloi ajo, me zë të ulët por të qëndrueshëm, unë isha 7 zën. Bota ndaloi. Arbenit ju duk sikur i gjithë ajri ju thith nga mushkëri. Ai hapi gojen për të thënë diçka, por asnjë tingull nuk doli. Thjesht e shikoi, duke u përpjekur të përpunonte ato fjalë, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë do të thoshin. E zbulova një javë para se të ikja, vazhdoi Drita, dhe tani lotët i rridhnin në heshtje nëpër fytyrë. Bëra testin vetëm në banjën e farmacisë dhe kur pash rezultatin pozitiv, më kapi paniku. Ishim kaq të rinj, Arben. Unë isha 23 vjeç, ti ishe 23. Sapo kishim mbaruar fakultetin. Nuk dija çfarë të bëja, nuk dija si të ta thoja. Pse nuk ma the, më në fund arriti të pyeste dhe zëri i doli i ngjirur, i thyer. Sepse kisha frikë. Frikë se do të ndieshe i detyruar, frikë se gjithçka do të ndryshonte, frikë se nuk isha gati të bëhesha nën. Ajo fshiu lotët me shpinën e dorës, por të tjerë po zinin vendin e tyre. Kështu që vendosa të ikja, të lindja fëmijën vetëm, të zbuloja se si të bëhesha mjaftueshëm e fortë për të dy. Arbeni u ngrit, kishte nevojë të lëvizte, të bënte diçka me gjithë atë emocion që po shpërthente brenda tij. Eci deri te gardi, u kap pas drurit, duke u përpjekur të merrte frym, të kuptonte. Një fëmijë. Ata kishin bërë një fëmijë. Dhe ajo kishte ikur, e kishte mbajtur atë peshë vetëm, kishte marrë një vendim që duhej të ishte i të dyve. Po fëmia, pyeti ai, dhe kishte aq shumë frikë në atë pyetje sa mezi arriti ta formulonte. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Arbeni u kthye dhe pa Dritën me fytyrën në duar, supet i dridheshin. Dhe në atë moment, ai e dinte. E dinte para se ajo t'i thoshte fjalët. E humba, përshpëriti ajo, dhe tingulli doli aq i ulët sa ai mezi e dëgjoi. Në muajin e 5 të shtatzënisë, pata komplikacione. Punoja shumë, nuk kujdesesha për veten, isha gjithmonë e stresuar. Një natë, fillova të kisha gjakderdhje. Shkova në spital vetëm. Dhe kur u zgjova, ai kishte ikur. Ai. Një djalë. Arbeni ndjeu këmbët t'i lëkundeshin. U mbështet te gardi, koka i sillej vërdall, zemra e thyer në copa aq të vogla sa nuk e dinte nëse do të arrinte t'i bashkonte ndonjëherë. Një fëmijë. Ai kishte pasur një djalë dhe kur nuk e kishte ditur. Dhe tani ai djalë ishte i vdekur dhe ai kur nuk do të kishte mundësinë ta njihte, ta mbante në krah, ta donte. Drita u ngrit, bëri një hap në drejtim të tij, por ndaloi kur pa shprehjen në fytyrën e tij. Doja të ta thoja, Arben. Betohem se doja. Por pasi humba fëmijën, hyra në një spirale. Nuk mund të flisja për këtë, nuk mund të shikoja askënd pa ndier se do të shkërmoqesha.
Kalova muaj duke bërë terapi, duke u përpjekur të kuptoja si të ecja përpara. Dhe kur më në fund unë ndjeva mjaftueshëm e fort për t'u kthyer, për të kërkuar, për të treguar gjithçka, kishin kaluar tashmë 3 vjet. Dhe mendova se ndoshta ishte tepër vonë. Kur nuk është tepër vonë për të vërtetën, tha ai, dhe kishte zemërim në zërin e tij tani, zemërim i përzier me dhimbje dhe pakuptueshmëri. Duhej të ma kishe thënë, drita. Kisha të drejtë ta dija. Kisha të drejtë të isha aty, të mbështesja, ta kaloja atë gjë me ty. E di, pëshpëriti ajo, zëri i thyer. E di dhe pendohem çdo ditë. Por kisha aq shumë frikë, Arben. Aq shumë frikë se do të më fajsoje, se do të më shikoje dhe do të shije vetëm gruan që nuk arriti ta mbante gjallë djalin ton. Si mund ta mendosh këtë? Ai u kthye nga ajo, syt I shkëlqenin nga lotët e paderdhur. Të doja. Të doja aq shumë sa më dhemte për vite me radhë pasi ike. Po të ma kishe thënë, do të kisha qëndruar në krahun tënd. Gjithmonë. Ata qëndruan aty përballë njëri tjetrit, të ndarë nga pak hapa që dukeshin si kilometra. Heshtja e natës I mbështillte, por brenda secilit prej tyre kishte një rrëmuj emocionesh që asnjë fjalë nuk do të arrinte ta shprehte plotësisht. Pse u ktheve tani? Pyeti Arbeni, duke fshirë syt me shpinën e dorës. Sepse nuk mund të jetoja më pa e ditur ti të vërtetën. Sepse çdo ditë zgjohesha duke mbajtur këtë sekret dhe ai po më vriste nga brenda. Dhe sepse, hezitoi ajo, zëri I dridhej, sepse kur nuk pushova së dashuri, Arben. Edhe pas gjithçkaje, edhe duke e ditur se ndoshta kur nuk do të mund të më falje. Fjalët mbetën pezull në ajër mes tyre. Arbeni mbylli syt, duke ndier peshën e gjithë kësaj. Zim për një djalë që nuk e njohu kurrë. Zemërimin për gënjeshtrën. Dhimbjen për vetmin që ajo kishte përballuar. Dhe poshtë gjithë kësaj, ende duke pulsuar pavarësisht gjithçkaje, dashuria që kur nuk kishte vdekur vërtet. Kam nevojë për kohë, tha ai më në fund. Për ta përpunuar gjithë këtë. Për të kuptuar. Drita tundi kokën, duke fshirë lotët. E kuptoj. Dhe unë do të jem këtu, për aq kohë sa të duhet. Ajo filloi të largohej, por Arbeni e thiri. Drita. Ajo u kthye dhe ai pa shpresë në sytë e saj. Faleminderit që ma the. Më në fund. Ajo pohoi me kokë dhe iku, duke e lënë Arbenin vetëm me mendimet e tij, me dhimbjen e tij dhe me të vërtetën që kishte pritur 11 vjet për të dalë në dritë. Ditët në vijim ishin më të vështirat që Arbeni kishte përballuar prej shumë kohësh. Ai vazhdonte rutinën sepse duhej, sepse besa varej prej tij, por zemra I ishte bërë cop-cop. Natën, kur e bia flinte, ai rinte zgjuar duke menduar për djalin që nuk e njohu kurrë, duke imagjinuar si do të ishte, çfarë lloj njeriu do të ishte bërë. Dhe mendonte për dritën vetëm duke kaluar gjithë atë, duke mbajtur atë dhimbje pa askënd për ta mbështetur. Teto Liria e kuptoi se diçka kishte ndodhur, por nuk pyeti. Thjesht ishte më e pranishme, duke u shfaqur me ushqim, duke qëndruar me besën kur Arbeni kishte nevojë për një moment vetëm, duke ofruar shoqërinë e heshtur që ndonjëherë ishte më e vlefshme se çdo fjalë. Ishte të enjten që gjithçka filloi të komplikohej edhe më shumë. Arbeni ishte në punishte kur I ra telefoni. Ishte gjatë Petriti dhe zëri I burrit ishte I tensionuar. Arben, duhet të vish këtu. Tani. Çfarë ka ndodhur? Ka rënë zjarr në depo sonte në mesnatë. Ka ndjegur të gjithë drurin e partisë që po hetohej. Arbeni ndjeu një të ftohtë në kurriz. Ky nuk ishte aksident. Ishte dikush që po përpiqej të fshite provat. Po vi. Kur arriti te depoja, gjeti kaos. Zjarfiksit ende punonin në rënoja, policët kishin rrethuar perimetrin dhe Gja Petriti ishte ulur në trotuar me fytyrën në duar. Arbeni u afrua, I vuri dorën në shpatull burrit. I dogjën të gjitha, tha Gja Petriti, zëri I mbytur. Gjithçka që kam ndërtuar në 20 vjet mund të shkoj dëm për shkak të njerëzve të korruptuar që as nuk e dija se ekzistonin. Ishte atëherë kur Arbeni pa dritën. Ajo ishte me kolegun e saj, hetuesin e gjatë që kishte parë më parë, duke ekzaminuar vendin. Kur ajo e vuri re, sytë e tyre u takuan dhe edhe në distancë, ai pa shqetësimin në ta. Ajo u afrua pas disa minutash, kur pati një moment. Arben, je mirë? Jam. Është Gja Petriti që është keq. Drita shikoi furnizuesin, pastaj sërish Arbenin. Kjo është serioze.
Kushto që e ka bërë këtë nuk do që hetimi të vazhdoj. Dhe kjo do të thotë se do të bëjnë gjithçka që duhet për të mbrojtur të përfshirët. Mendon se ai është në rrezik? Mendoj se të gjitha ata që janë afër këtij hetimi mund të jenë. Kjo më përfshin edhe mua? Drita hezitoi dhe në atë hezitim Arbeni pa përgjigjen. Ndoshta. Ti blen dru nga gja Petriti. Nëse dikush mendon se ti di diçka ose se mund të zbulosh diçka, mund të bëhesh një objektiv. Arbeni ndjeu frikën t'i shtrëngonte stomakun, por nuk ishte frikë për veten. Ishte frikë për Besën. Nëse ati i ndodhte diçka, kush do të kujdesej për të bien? Sikur t'i lexonte mendimet, Drita tha, unë do të mbroj, Arben. Do t'ju mbroj të dyve. Të premtoj. Dhe pavarësisht gjithçkaje, pavarësisht mërisë dhe dhimbjes, ai i besoi. Atë pasdite, kur mori Besën nga shkolla, Arbeni ishte më i vëmendshëm se kurrë. Vëzhgonte makinat përreth, njerëzit në trotuare, çdo gjë që dukej jashtë normales. Vajza e vuri re tensionin. Babi, gjithçka në rregull? Po, bia ime. Vetëm një ditë e vështirë në punë. Por Besa nuk ishte budallaqe. Ajo e njihte shumë mirë për t'u mashtruar me përgjigje të vagullta. Ka të bëjë me teta Dritën? Arbeni shikoi të bien në pasqyrën e makinës. Ka të bëjë me shumë gjëra, zemra ime. Por të premtoj se gjithçka do të shkojë mirë. Kur arritën në shtëpi, teto Liria po priste në verandë dhe nga shpreha në fytyrën e saj, Arbeni e dinte se lajmet ishin përhapur shpejt. Qyteti i vogël i kishte këto gjëra. Të gjithë merrnin vesh gjithçka brenda pak orësh. E pash çfarë ndodhi te depoja e Petritit, tha ajo kur Besa hyri brenda për t'u ndëruar. Je i përfshirë në këtë? Jo drejt për drejt. Por blej dru prej ti, kështu që me sa duket kjo më vën në një lloj rreziku. Teto Liria rudhi vetullat e shqetësuar. Duhet të kesh kujdes, biri im. Njerëzit që merren me gjëra të paligjshme nuk bëjnë shaka. E di. Dhe do të kem kujdes. Po Drita, pyeti ajo, duke ndryshuar temë, por jo në të vërtetë. E pash që ishte atje. Folët? Folëm, konfirmoi Arbeni, duke u ulur pranë saj. Më tregoi gjithçka. Për të shkuarën, për arsyen pse iku. Teto Liria priti, por kur pa se ai nuk do të ndante detaje, vetëm tundi kokën. Po ti? Si po e përballon këtë? Po përpiqem të kuptoj. Të përpunoj. Janë shumë gjëra për t'u absorbuar me njëherë. Koha i shëron, biri im. Por vetëm nëse e lejon. Nëse vazhdon të mbashmëri, ajo do të konsumoj. Arbeni e dinte se ajo kishte të drejtë. E dinte se duhej të gjente një mënyrë për ta falur Dritën, jo për të, por për veten e tij. Sepse të mbaja atë zemërim, atë dhimbje, vetëm do të helmonte atë që ata ende mund të kishin. Natën, pasi vuri Besën në gjumë, Arbeni mori një mesazh në celular. Ishte nga një numër i panjohur, pa identifikim. Kur e hapi, ndjeu gjakun t'i ngri në vena. Qëndro larg hetimit. Është një paralajmërim miqësor. I radhës nuk do të jetë. Duart e Arbenit dridheshin duke mbajtur telefonin. Dikush e dinte ku ta gjente. Dikush po e vëzhgonte. Ai menjëherë i telefonoi Dritës. Ajo u përgjigj në zilen e dytë. Arben? Çfarë ka? Mora një kërcënim. Tani sapo. Ai lexoi mesazhin duke dëgjuar heshtjen e tensionuar në anën tjetër të linjës. Mos dil nga shtëpia, tha ajo, dhe kishte urgjencë në zërin e saj. Po vi. Aty. Drita nuk ka nevojë. Ka nevojë, po. Dhe do të marr me vete hetuesin Ilir. Duhet ta regjistrojmë këtë dhe të sigurohemi që ti dhe Besa jeni të sigurt. Ajo arriti 20 minuta më vonë me kolegun e saj. Iliri ishte një burr serioz, rreth të 40-tave, me një shprehje që nuk zbulonte asgjë. Ai ekzaminoi mesazhin, bëri disa pyetje, shpjegoi se do të gjurmonin numrin dhe do të shtonin patrullimin në zonë. Kur Iliri doli për të bërë disa telefonata, Drita qëndroi me Arbenin në dhomën e ndenjes. Ata u ulën në divan dhe për herë të parë që nga zbulimi, qëndruan në një heshtje komode. Më vjen keq që po kalon këtë për shkakun tim, tha ajo më në fund. Nuk është faji yt. Unë blej dru nga gja Petriti prej vitesh.
Nëse ka diçka të gabuar që po ndodh, e meritoja ta dija gjithsesi. Gjithsesi. Ajo e shikoi dhe kishte aq shumë emocione në sytë e saj sa Arbeni mezi arrinte të identifikonte të gjitha. Kur nuk kam dashur që të ndodhte diçka e keqe. E di. Ata qëndruan në heshtje për një moment tjetër para se Drita të pyeste, po për atë që të tregova? Për fëmijën? E ke përpunuar? Arbeni mori frym thellë. Po përpiqem. Është shumë për të absorbuar, Drita. Të dish se ke pasur një djalë dhe e ke humbur pa e ditur fare se ekzistonte. Është një dhimbje që as nuk di si ta emërtoj. E kuptoj. Dhe më vjen shumë keq. Për gjithçka. Edhe mua më vjen keq, tha ai, dhe ishte e vërtetë. Më vjen keq për dhimbjen që kalove vetëm. Më vjen keq për kohën që humbëm. Më vjen keq për gjithçka që mund të kishte qenë ndryshe. Drita fshiu një lot që i shpëtoi. Mendon se do të arrish të më falësh ndonjëherë? Arbeni e shikoi vërtet. Pa gruan që kishte dashur, gruan që ende e donte, nëse ishte i sinqert me veten. Pa dhimbjen, pendesën, por pa edhe forcën. Pa dikë që i kishte mbjetuar diçka e të tmerrshme dhe kishte gjetur guximin të kthehej dhe të përballej me të vërtetën. Unë mendoj, tha ai më në fund, se tashmë jam në rrugën e faljes. Vetëm kam nevojë për kohë. Dhe ajo buzëqeshi, një buzëqeshje e vogël por e sinqert, plot shpresë. Koha është diçka që mund të ta jap sa të duash. Iliri u kthye në atë moment dhe biseda u kthye sërish te hetimi, te hapat e ardhshëm, te mënyra se si të garantonin sigurinë e tyre. Por diçka kishte ndryshuar mes Arbenit dhe Dritës. Një derë ishte hapur, edhe pse vetëm një e qarë. Dhe për herë të parë në 11 vjet e ardhmja dukej e mundur. Ditët pas kërcënimit ishin të tensionuara. Drita shtoi patrullimin në rrugën e Arbenit dhe Iliri filloi të hetonte më thellë rrjetin e drurit të paligjshëm. Ajo që filloi si një verifikim rutine ishte shndërruar në diçka shumë më të madhe, duke përfshirë politikan lokal, biznesmen me influencë dhe një zinxhir korrupsioni që shtrihej në të gjithë rajonin. Arbeni përpiqej të ruante normalitetin për besën, por vajza nuk ishte me mece. Ajo i vinte re makinat e policisë që kalonin më shpesh, e shite të atin duke kontrolluar dritaret para se të flinte, e vinte re se si ai ishte gjithmonë vigjilent. Një mëngjes, ndërsa hanin mëngjes, ajo më në fund pyeti. Babi, jemi në rrezik? Arbeni gati sa nuk u mbyt me kafen. Shikoi të bien, ata sy të mëdhenj që e vëzhgonin me një seriozitet përtej moshës. Nuk donte të gënjente, por as nuk donte ta tremte. Ka disa njerëz të këqij që bëjnë gjëra të gabuara, shpjegoi ai me kujdes. Dhe policia po merret me këtë. Teta Drita po merret me këtë. Ne jemi të sigurt. Teta Drita po na mbron ne, pohoi Besa, më shumë se sa pyeti. Po, ashtu është. Sepse ajo të pëlqen ty. Arbeni ndaloi me filxhanin në ajër duke shikuar të bien. Besa buzëqeshi lehtë, atë buzëqeshje dinake që përdorte kur dinte diçka që të rriturit mendonin se ajo nuk e dinte. Dhe ti e pëlqen atë gjithashtu, vazhdoi vajza. E shoh. Ti e shikon atë në të njëjtën mënyrë si shikoje fotot e vjetra që ke ruajtur në sirtar. Arbeni nuk dinte nëse të qeshte apo të mbetej i impresionuar. Ke ngacmuar gjërat e mia? Nuk I kam ngacmuar. I pash pa dashje kur hape sirtarin një ditë tjetër. Ka foto tuajat kur ishit më të rinj. Dukeshit të lumtur. Ishim, pranoi Arbeni, duke ndier gjoksin t'i shtrëngoi. Kemi qenë shumë të lumtur bashk. Dhe mund të jeni sërish? Pyetja erdhi aq e drejt për drejt, aq plot shpresë të pafajshme, saqë Arbeni nuk diti çfarë të përgjigjej. Ndoshta. Nëse arrim të rregullojmë atë që u thye. Besa tundi kokën, mendueshëm. Do të doja që ajo të bëhej pjesë e familjes son. Ajo duket e sjellshme. Dhe e trishtuar. Mendoj se ju të dy mund ta ndihmoni njëri tjetrin të mos jeni më të trishtuar. Mençuria e atij fëmije 9 vjeçar ndonjëherë e friksonte Arbenin. Ai u ngrit, I ra rreth tavolinës dhe përqafoi të bien duke ndier krahët e saj të vegjël rreth qafës së tij. Ti je tepër e veçantë, e di? E di, babi. Ti gjithmonë e thua këtë. Ai qeshi, pavarësisht gjithçkaje. Pavarësisht frikës, tensionit, pasigurisë për të ardhmen.
Besa e kishte këtë fuqi, ta bënte gjithçka të dukej më pak e rëndë, më pak e frikshme. Ishte të premten në mbrëmje që gjithçka arriti kulmin. Arbeni po mbyllte punishten kur dëgjoi një makinë të ndalonte me shpejtësi para shtëpisë. Zemra i rahu me furi, muskujt ju tendosën, por pastaj pa dritën duke dalë nga makina e policisë dhe ajo po buzëqeshte. Jo një buzëqeshje e lumtur, por një buzëqeshje lehtësimi, fitoreje. I kapëm, njoftoi ajo, duke ecur me shpejtësi drejt tij. Gjurmuam numrin që të kërcënoj, ndoqëm gjurmët e parave, mblodhëm provat. Arrestuam 3 biznesmen dhe 2 këshilltar bashkiar. Skema mbaroi. Arbeni ndjeu sikur një peshë e madhe i u hoq nga supet. Po gja Petriti? Ai është i pastër. Blinte me mirëbesim, nuk dinte asgjë. Do të mund të vazhdoj të punoj normalisht. Po unë? Jam ende në rrezik? Jo. Me kokat e skemës të arrestuar, nuk kam më kërcënim. Mbaroi Arben. Je i sigurt? Jeni të sigurt? Ai nuk mendoi, nuk planifikoi. Thjesht e tërhoqi dritën në një përqafim, duke ndier trupin e saj kundër të tijit për herë të parë në 11 vjet. Ajo u shtang për një sekond, e habitur, por pastaj u lëshua, krahët ju ngritën për ta përqafuar edhe ajo. Qëndruan kështu për një moment të gjatë, thjesht duke u mbajtur, duke lënë gjithë tensionin, gjithë frikën, gjithë peshën e ditëve të fundit të rrifte larg. Kur u ndan, kishte lot në sytë e të dyve. Faleminderit, tha Arbeni. Që më mbrojte. Që mbrojte besën. Unë gjithmonë do t'ju mbroj, u përgjigj drita. Gjithmonë. Ishte atëherë kur dëgjuan zërin e besës që vinte nga shtëpia. Babi? Teta drita? Vajza ishte te dera, me pijame, me një shprehje kureshtare në fytyrë. Arbeni i bëri shenjë të afrohej dhe besa erdhi me vrap, duke ndaluar mes 2 të rriturve. Mbaroi, zemra ime, tha Arbeni, duke u ulur në gjunjë për të qenë në lartësinë e së bijës. Njerëzit e këqij u arrestuan. Nuk ka më rrezik. Teta drita i kapi ata, pyeti besa, duke shikuar policën me admirim. Unë dhe ekipi im, konfirmoi drita, duke u ulur gjithashtu në gjunjë. Por po, i kapëm. Besa shikoi nga njëri te tjetri, pastaj buzëqeshi në atë mënyrën që gjithmonë ja shkrinte zemrën Arbenit. Atëherë tani mund të jeni të lumtur? Pa pasur nevojë të shqetësoheni për gjëra të këqija? Pyetja i bëri 2 të rriturit të shkëmbenin një shikim. Kishte kaq shumë për t'u thënë, kaq shumë për t'u zgjidhur ende. Por kur Arbeni shikoi dritën, pa në sytë e saj të njëjtën gjë që ndjente në zemrën e tij. Shpresë. Mundësi. Dashuri. Në ditët që pasuan, gjërat filluan të sistemoheshin në një normalitet të ri. Hetimi kishte përfunduar, qyteti po i kthehej ritmit të tij të qetë dhe Arbeni më në fund mund të merrte frym pa shikuar mbi supe. Por më e rëndësishmja ishte se ai dhe drita po bisedonin. Bisedonin vërtet për të shkuarën, për dhimbjen, për djalin që humbën. Një pasdite, ulur në të njëjtën verandë ku ajo kishte zbuluar sekretin, drita tregoi më shumë detaje. Si kishte qenë të zbuloje shtatzënin, frikën që ndjeu, vetminë e të kaluarit të gjithçkaje vetëm. Tregoi për netët në spital, se si e mbajti trupin e vogël pa jetë në krah, se si vuri emrin që kishin biseduar një herë, si me shaka, kur planifikonin një të ardhme që nuk erdhi kurrë. Gabriel, pëshpëriti ajo. E quajta Gabriel. Arbeni ndjeu lotët t'i rridhnin lirshëm në përfytyrë. Gabriel. Djali i tij kishte një emër. Kishte ekzistuar, edhe pse për pak kohë. Kishte qenë real dhe i dashur dhe i humbur. Do të doja të kisha qenë aty, tha ai, duke kapur dorën e dritës. Do të doja ta kisha mbajtur edhe unë. Ti kisha thënë lam të mirë. E di. Dhe më vjen shumë keq që ta hoqa këtë mundësi. Ata qëndruan ulur në heshtje, të kapur për dore, duke qarë bashkë për djalin që nuk e njohën kurrë. Dhe në atë qarje të përbashkët, diçka filloi të shërohej. Nuk ishte një falje e plot, nuk ishte haresa e dhimbjes, por ishte një fillim. Ishte teto liria që sugjeroi ceremoninë. Një pasdite, ajo u shfaq me një fidan të vogël lisi të verdh, pema e preferuar e Arbenit, dhe sugjeroi ta mbillnin në kopsht në kujtim të Gabrielit. Do të ishte një mënyrë për ta nderuar, për t'i dhënë atij një vend në atë familje që po formohej. Të shtunën pasardhëse, u mblodhën në kopsht. Arbeni, drita, besa dhe teto liria.
Hapën një grop bashk, mbollën fidanin me kujdes, ujitën tokën. Besa, pa I kërkuar askush, tha disa fjalë. Unë nuk e njoha Gabrielin, por e di se ai do të kishte qenë një vëlla shumë I mirë. Dhe e di se ai po na sheh nga lart I lumtur sepse babi dhe teta Drita janë bashkë sërish. Arbeni përqafoi të bien, I mahnitur nga pastërtia e asaj zemre. Drita qante në heshtje, por ishin lot shërimi, jo dhimbjeje. Dhe teto Liria vetëm vëzhgonte me atë mençuri të heshtur, duke e ditur se ajo familje po shërohej, një plag në një kohë. Në javët në vijim, Drita filloi të bëhej pjesë e rutinës së tyre. Darka bashk, pas dite në punishte ku ajo mësonte për marangozllëkun dhe bënte sikur ishte e paftë vetëm për ta bërë besën të qeshte, net duke parë filma në divan me vajzën mes tyre. Ishte një valle delikate, një proces rindërtimi që kërkonte kohë dhe durim. Arbeni kishte biseduar edhe me Valbonën, nënën biologjike të Besës. Me videotelefonat, I shpjegoi situatën, I prezantoi Dritën, e siguroi se asgjë nuk do të ndryshonte në lidhje me të drejtat e saj si nën. Valbona, gjithmonë mirë kuptuese, ishte gëzuar për të. Ti meriton të jesh I lumtur, Arben, I kishte thënë ajo. Dhe Besa meriton ta shoh të atin të lumtur. Nëse Drita e bën këtë për ju, unë vetëm mund t'ju mbështes. 2 muaj pas përfundimit të hetimit, Iliri organizoi një barbecue për të festuar mbylljen e rastit. Gja Petriti ishte aty, tashmë duke punuar normalisht sërish, më I kujdesshëm por ende me besim. Teto Liria solli sallatën e saj të famshme. Besa luante me fëmijët e disa policëve, e qeshura e saj bënte jehon nëpër obor. Arbeni dhe Drita ishin mbështetur te gardi, duke vëzhguar gjithçka, kur Iliri u afrua me 2 bira. Ju të dy dukeni mirë, komentoi ai, duke u dhënë shishe. Po përpiqemi, u përgjigj Drita, duke shikuar Arbenin me një buzëqeshje të vogël. Iliri piu një glënjë nga bira e tij para se të thoshte, e di, unë shpresoja se do të më jepje një shans mua, Drita. Por mendoj se gjithmonë e kam ditur se zemra jote ishte diku tjetër. Drita u skuq, por Iliri vetëm buzëqeshi, pa mëri. Kujdesu mirë për të, I tha ai Arbenit. Ajo është e veçantë. E di, u përgjigj Arbeni. Dhe do të kujdesem. Kur Iliri u largua, Drita u kthye nga Arbeni. Ai kishte interes për mua, e dije? E imagjinoja. Të shikon në një mënyrë paksa të dukshme. Dhe ti ishe xheloz? Arbeni qeshi. Pak. Ndoshta më shumë se pak. Drita u afrua pranë tij, duke mbështetur kokën në shpatullën e tij. Nuk ka nevojë. Ti je I vetmi, Arben. Gjithmonë ke qenë. Ata qëndruan kështu për një kohë, thjesht duke shijuar momentin, paqen që kishin fituar. Ishte atëherë kur Besa erdhi me vrap, duke I tërhequr të dy për dore. E jani të shihni çfarë bëm unë dhe teto Liria, thoshte ajo, e entuziazmuar, duke I tërhequr të dy deri te një tavolinë ku kishte një tortë të dekoruar. E bëm për të festuar që jemi një familje tani. Torta kishte një vizatim të thjesht por prekës, 3 figura njerëzish të kapur për dore, që qartësisht përfaqësonin Arbenin, Dritën dhe Besën. Sipër, e shkruar me një kaligrafi fëminore, familja jon. Arbeni ndjeu emocionin t'i shtrëngonte fytin. Shikoi Dritën dhe pa se edhe ajo ishte në prag të lotëve. Teto Liria vetëm buzëqeshte, krenare për vajzën që kishte ndihmuar të rriste. Është familja më e bukur që kam parë ndonjëherë, tha Drita, duke u ulur në gjunjë për të përqafuar Besën. Faleminderit që më le të bëhem pjesë e saj. Të dua, teta Drita, përshpëriti Besa, dhe ato fjalë e ndalën kohën. Mund të quaj mami? Unë e kam mamin tim të vërtet, por ti mund të jesh mami im I zemrës? Drita nuk arriti t'i mbante lotët. Përqafoi Besën fort, duke fshehur fytyrën në flokët e vajzës. Do të më pëlqente shumë të isha mami yt I zemrës, zemra ime. Shumë. Arbeni ju bashkua përqafimit, duke mbështjellë 2 gratë më të rëndësishme të jetës së tij. Dhe aty, I rrethuar nga miq, I mbrojtur nga dashuria që kishte rindërtuar, ai më në fund e kuptoi se falja nuk ishte të harroje të shkuarën, por të zgjidhje një të ardhme më të mirë. Muaj më vonë, në ditëlindjen e 10 të Besës, Arbeni I bëri një surprizë. Në punishte, kishte ndërtuar një shtëpi në Pemë, një projekt që e kishte nisur vetëm por që Drita e kishte ndihmuar ta përfundonte. Ishte perfekte, me dritare të vërteta, një verandë të vogël dhe emrat e të treve të gdhendur në hyrje, Arbeni, Drita dhe Besa.
Kur vajza e pa, bërtiti nga gëzimi dhe u ngjit me vrap, duke I thirrur të dyta shoqëronin. Nga atje lart, kishin një pamje perfekte të lisit që kishin mbjell për Gabrielin. Pema po rritej e fort, degët e saj tashmë kishin filluar të përhapeshin. Ai po rritet me ne, vërejti Besa, duke treguar me gisht lisin. Gabrieli po I sheh të gjitha këto. Arbeni dhe Drita shkëmbyen një shikim, të kapur për dore, duke e ditur se ajo kishte të drejtë. Djali që humbën ishte aty, në një farë mënyre, në pemën që rritej, në familjen që formohej, në dashurinë që I kishte mbijetuar gjithçkaje. Atë natë, pasi Besa fjeti, Arbeni dhe Drita qëndruan në verandë, siç bënin tani çdo natë. Ai e tërhoqi pranë, duke I puthur flokët. E di që të kam falur plotësisht, apo jo? E di, u përgjigj ajo. Dhe ti e di që unë kur nuk do të ndaloj së qeni mirënjohëse për këtë? E di. Ata qëndruan në heshtje, thjesht duke shijuar praninë e njëri tjetrit, të ardhmen që kishin përpara. Nuk do të ishte perfekte, ende do të kishte sfida, ende do të kishte momente të vështira. Por ata do t'i përballonin bashk, me besën mes tyre, me dashurinë që ishte thyer dhe rindërtuar, më e fortë se më parë. Sepse ndonjëherë jeta të jep një shans të dytë. Ndonjëherë ajo që duket e humbur përgjithmonë gjen rrugën e kthimit. Dhe ndonjëherë gjithçka që të duhet është guximi për të hapur zemrën sërish dhe për të besuar se dashuria mund të shërojë edhe plagët më të thella. Arbeni shikoi qiellin me yje të pogradecit, pastaj gruan pranë tij, pastaj dritaren ku e bija flinte në paqe. Dhe për herë të parë në 11 vjet, ndjeu se ishte pikërisht aty ku duhej të ishte. Në shtëpi. I plotësuar. I lumtur. Fundi I historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Arbenit dhe Dritës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim faljeje, rindërtimi dhe dashurie, lini pëlqimin tuaj, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë. Ishte guximi I Dritës për të zbuluar të vërtetën? Mençuria e Besës? Falja e Arbenit? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor. Histori për shanset e dyta, për forcën e faljes, për mënyrën se si dashuria mund të mbijetojë edhe sfidave më të mëdha. Ju presim në episodin e ardhshëm me një histori të re që do t'ju bëjë të reflektoni për jetën, dashurinë dhe zgjedhjet që bëjmë. Deri atëherë, urojmë të gjeni në zemrat tuaja të njëjtin guxim që gjetën Arbeni dhe Drita për të rifilluar.